Jemi në kuzhinë, mirë mëngjes, mirë se të gjeta në Mirëmëngjes, kuzhinë. mirëmëngjes. Si e kemi sot ditën Albana? Kemi receta Në më të pirën e mundshme, e të diskuton. shpejta, të ngrënshme në çast apo Tani, të ngrënshme janë dhe për këtë betohem. Nuk betohem në Hipokrat, por betohem për stomak. Iku kjo gjë. E dyta, janë të shpejta janë. Që kanë shije atë e vendosni ju, sepse ju duke u bazuar në gramaturat që unë jap, atëherë thoni nëse është e duhura apo jo. Kjo është që ju të jepni verdiktin tuaj, po si ta kuptojmë verdiktin tuaj, nëse janë apo jo, me një cërë, se që do bëjmë të shti? Po, do t'i presim zonjat sot. Kur të dëshirojnë mund të telefonojnë dhe ne jemi të gatshëm të ju dëgjojmë zërin tuaj dhe të dëgjojmë edhe sugjerimet e ditës. Kam një recetë vërtet të veçantë, sallatën me makarona. Eni që do thonë tash direkt, unë ka dalë që ta the. Po, do ju them, sepse është një sallatë tjetër. Kur hyri një operator brenda më tha, e ke bërë tha këtë recetë? Jo, e thash, nuk e kam bërë. Ua, po si jo me ke bërë tha se sallatë me makarona, sa sallatë e ftohtë. Sallata me Që makaronat i kam marrë, aty i kam marrë, edhe nuk gënjej sepse shikohet vetë. Që ka marrë ato flutrat i ka marrë, sepse nuk e di më kujton ato goglat, ato fjongot ku ne vendosim. Sa se të kujtoni flutrat në stomak. Tani u plaka unë, ikën dhe flutrat. Flutrat janë gjithë jetën. Tani flutrat e mje në stomak, di për qa janë vetëm për këto, Olimbi, jetë është dogari, vetëm për këto janë flutrat e unë. S'kryojnë asë njërë atyre, s'ke shansë të kryosh. Pra, për këtë salat, që them unë është një salat tepër e këndshme, nuk është e imja, normalisht e kam gjetur dhe unë në faqet që postojnë, dhe shqyqy që janë dhe faqet, sepse dhe ne pasurojme dhe ide tona dhe normalisht. Librin e kuzhinës, Po, të gjitha, nuk lëm asgjë pa lexuar, pa shfletuar. Pra, ka makarona flutura që unë i kam vendosur të zijen në ujë të nxehtë, vaj dhe pak skrip. Do thoni ju po vajin. Po normalisht sepse unë nuk kam tani makarona që t'jenë me salsë dhe më duhet vaj që ato t'jenë të shkëputura. Është materiali shumë i mirë. Jo i copës, por është për bërësit që janë për tek mielli. Mielli është e për... Se do flasëm për mielli? Po flet Lilti për mielli, nuk flasja. Qa të flasë? Kur gatujem byrekun, do themi për mielli. Tani do flasim për pasta, se kemi pasta tolla, se janë pasta shumë cilësore dhe javlen që të ndalemi për to, duke patur parasysh vendi ku prodhohen dhe mënyrën se si ato prodhohen, se prodhohen në Venecia, aty ku mjeshtrit italianë kanë ndërtuar një epokë të tërë për vitesh, për shekujsh, mënyrën se si përgatiten pastat, për zgjedhja e lëndëve të para dhe padyshim në çdo pastë që do të blini dhe të gatuani, në çdo nga varietetet që kemi këtu, në paketim do të shkruhet trafilatura al bronzo dhe kjo është pika kyçe dhe veçantë që e dallon këtë pastë. Prerja në pllakat e bronzit, kur bëhet ai brumi, prerja shumë e rëndësishme, shtrije në pllaka bronzit, në mënyrë që ato të qëndrojnë të ashpra dhe salca të përngjitet shumë mirë në strukturën e tyre. Mos qëndrojnë më vete, e të na japin vërtet një shije fantastike. Sot e sjellim sallat të ftohtë, në sallat paste, sepse është edhe periudha tani që edhe supat e ftohta, edhe sallatat e ftohta janë më të lehta për përballur edhe vapën. I përmendim pak përbërësit tani si të vi kjo sallat, se Albana i ka vendosur për të unë t'i marr, do t'i kulloj, do t'i kaloj në tavë, që t'i kaloj në pjekje, patjetër, prandaj dhe e nisa. Procesi që nga i veçantë. Pra, i kemi zier fluturat olla, janë zier sipas minutazhit të përshkruar në paketim. Do t'i shpëlajmë, do t'i vendosim në tavë dhe më pas do t'i pjekim. Përbërësit e tjerë, se si do të ndërtohet kjo salat krokante me makarona janë këto. Pra kemi makarona flutur, spec të kuq të ëmbël, një lugë çaji, hudhër pluhur, një lugë çaji gjithashtu, piper të zi, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, djath parmigiano i grirë, krip sipas shijes dhe pak koper i grirë. Pjesa e parë. Për pjekjen e makaronave ishin përbërësit që sapo unë lexova. Tani, për të ndërtuar sallatën, do marrim një marule, një sallatë marule, një tuf, 2 kastraveca, domate qeshi, ose domate të kuqe, ne kemi zgjedhur qeshi, një avokado e vogël, një qepë e kuqe, 100 gram djath i bardh, 4 lugë gjelle kos,
2 lugë gjelle majonez, 1 lugë çaj mjalt, 1 thelpi udhër e shtypur, lëngu i 1 limoni të vogël, krip dhe piper. Duket kur janë shumë përbërës, janë përbërës të cilët gjenden lehtësisht në kuzhinën tonë, sipas erzave dhe përbërësve bazik të kuzhinës dhe frigoriferit. Atëherë, të lutem pak jemi pra në fazën që do të pjekim dhe do të marinojmë makaronat. Pra, unë marë, sepse nuk më duhet më këtë këtu. Janë përbërësit që unë lexova për të marinuar makaronat, për t'i kthyer ato në makarona krokante. Mbaj lëngun, lëngu më duhet në një vend tjetër, faktikisht. Të duhet për ta përdorur. Po. Super, do ta vendosim, ndërkohë presim telefonatën që kam bëritur. Alo, përshëndetje. Të përshëndesim zonjë nga telefononi. Ja, të po flet. Përshëndetje. Të përshëndesim, mirë se erdhe. Mami të na çmeni kjo Albana 30. Ja. Përshëndetje. Përshëndetje, më falë se nuk dëgjova. Albana gatuar mirë, po Zonjë, nuk e dëgjojmë. Mund ta ngrini pak zërin, zonjë? Po, tani të dëgjojmë bukur. Bukur flasim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Albana gatuar mirë, po me këto makaronat, me 30 gjëra, ku t'i gjejmë? Po bëjmë me 5 Tani, një sekond, ja ti them unë. Në 30 gjëra, ja ti them unë, cilat nga këto 30 gjëra që ti përmende nuk i ke në shtëpi? Piper të kuq ke? Piper të zi? Kaq, i marinove makaronat, i poqe. Ato recete që keni nxjerrë nuk e lexoj dot njerë, janë... Do t'i shënosh përbërës, do t'a lexoj unë 2-3 herë vetëm për ty, po janë përbërës si kundër e përmenda, mund të duken shumë, po janë përbërës që i kemi të gjithë në shtëpi. Për shembull, ti ke sallat jeshile në shtëpi, ke kastraveca, ke domate, ke një qep, djath ke, kos, majonez, për t'i marinuar, janë përbërës që gjende lehtësisht në shtëpi. Vetëm atë që kam mbusha shumë një zemër... Tani ti ke atë nuk ishë nëndët përbërësit, do t'i lexoj përsëri, do t'i lexoj unë përsëri, mos e vrit mendjen. Bëj një foto në të kundërt për shpejtësi, kur e nxjerrim neve në ekran. Faleminderit ty, faleminderit që telefonove. Trëmbën kur është ajo receta kështu e shkruar plot. E di. Por, sepse po ju thoja, më thoj një përbërës që nuk gjendet në shtëpi. Krip piper kemi të gjithë. Se sa është receta saj gjatë. Erza, djath. Janë produktet që ju, unë prandaj të recetat i ngre në varësi të produkteve që ju keni në shtëpi. Aman, vetëm një gjë ka më tepër për pensionistët. Avokado, që mua më merr frika të them avokado. Do thonë ju është 6.000 lekilja. Po ju do merrni një kokër, merrni një vogël, por ja, mos se kam vendosur fare. Po shumë e shëndetshme, ka ndyrna të shëndetshme, kështu që vetëm që ju mos më pushkatoni. Ama se mos dhe flutrat nga sikleti, tani nga për stresi. zonjën që telefonoj dhe për të tjera që na ndjekin, janë ta panoramizojmë pak tavolinën, se nuk i lexojnë dot nga shkrimi i recetës. Tani, receta përmban makarona, përmban domate qeshi, kastraveca, qep, djath, kos, majonez, mjalt, lëng limoni dhe sallat jeshile. Nuk besoj se janë përbërës që nuk i njihni apo nuk i keni rëndom në shtëpitë tuaja kur përgatisni receta. Për marinimin e makaronave ke krip piper të zi dhe piper të kuq vaj ulliri. I përzjejmë, pasi kemi zjerë shëndet dhe i vendosim për të pjekur, për të bërë më krokante, se më pas do bashkohen me pjesë të tjera të përbërësve. Fjale vërtet. Jemi rikthyer, vazhdojmë punën në kuzhinën tonë. Sa po përgatitëm edhe çorbën me oriz, do t'i lexoj për avisat përbërësit e recetës, ja po merr një vlim, ndërkohë është bërgati edhe mishi pulës në copëzat vogla. Çorbë me oriz, na duhet një filxhan oriz, të cilin e parazjeni paksa. 1 litër ujë ose lëng pule ose lëng perimesh. 3 lugë kos, 1 e verdh veze, 1 lugë gjelle miell, gjysma e 1 limoni lëngu, 1 lugë gjelle gjallë, 1 lugë çaj speci kuq i ëmbël, krip, piper i zi dhe pak hudhër pluhur. Kjo është çorba me oriz, të cilën e kemi në zjerje, kemi për t'i shtuar vetëm këtë prerjen me vezë, me kos. Pra derisa të bëhet,
lëngu të trashet. Ky është dallimi i çorbës. Unë e lë që të bëhet avash dhe normalisht duke lënë kapakun hapur që ju ta shikoni dhe duke shtuar edhe pjesët e mishit. Dhe Okej, të zgjedhë pak. Përshëndetje, kam mbritur një telefonuese. E mirëpresim. Mirëmëngjes, ju këpit mirë. Mirëmëngjes, që nga një zotëri. Jam një periudik zakonisht në televizor, sidomos u pëlqen shumë gatimet tuaja. Edhe Albana është nga më specialiste për këto politika i bëjveti Albanës. po, Sidomos kur bën ato gatimet të pakën mos të fut gjithat në gojë me pemë për i provon. Atë një paket të tjera si ka plus të gjitha. kjo është e drejtë që thoni ju, por në punën time dhe në profesionin tim nëse ju e njihni, nëse unë nuk di shijen, unë asgjë nuk mund t'ju sugjeroj ju. Nëse unë nuk njoh shijen. Dhe gjëja e parë që është e certifikuar te një shef kuzhine, sepse unë nuk jam anvis, jam shef e kuzhine, do të thotë që unë do të njoh produktin të që flas me produktin. Edhe unë të ndjek zakonisht, edhe të shkoj gjithmonë me fjalë negativet edhe këto, po ajo gjë nuk para më pëlqen shumë me fjalë bën një figurë këtu prandaj. Megjithatë unë e mirëpres edhe këshillën tuaj. Po latë na bësh tipo gjëra ka më të mira. Të falenderoj, shumë të falenderoj, mjafton që ju më ndiqni. Po prisja të thoshte që pse se vë kapuçin, po hajt mo. Dëgjoj. Kemi marrë. Shif, dëgjoj. Është me vend, por nëse unë nuk e njoh produktin, nuk mund të flas për produktin. Nëse unë nuk di forcinë e perimes, për shembull tani të domates për shembull, mua do më duhet, nëse do ta gatuaj, kur ta hedh? Në fund të gatimit apo në mes? Pra, duhet të njoh forcinë e perimes. S'kemi çfarë t'i bëjmë. Kur unë dam, mua më ra kjo pjesë. Që të shijoj, Ne nuk po gatuajmë këtu për të treguar si duhet të jesh si shef në një restorant. Ne po gatuajmë si në një shtëpi. Si shef në restorant, unë do kisha uniformën, normalisht do kisha një xham këtu përpara, do kisha gatimit në ekran. Njerëzit që do shijonin ushqimin, por ngelemi te kjo sallata që unë dua të bëj këtu. Kam domate të qershi, që avash, sa shu duhet jenë të thara. Kam kastravecin, domatet, sallatën jeshile, një qep të kuqe, tani nëse se keni qepën e kuqe, po qepën e bardhë, se nuk u bë çameti. Patjetër më duhet djath, majonez, lëng limoni, më duhet kosi, më duhet djathi i bardhë. Por nëse nuk e keni djathin e bardhë, keni djathin kaçkavall, nëse nuk keni djathin kaçkavall, s'keni asgjë nga këto, nuk përbën problem. Thash tek avokado, nëse dëshironi e vendosni, në të kundërt nuk e vendosni. Pastaj këto produktet, siç e lexoj dhe Niki, janë. Mos më kryqëzoni kot. Nuk janë të vështira për të gjetur, se siç po i shihni njëra pas tjetrës janë produkte shtëpie, kështu që jo të ekstra. Kam mbritur një tjetër telefonuese apo telefonues. Zonë, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju lumshin duat për gatimet që bëni. Faleminderit. Për zotin, po mësojmë edhe neve nga juve se si gatuajnë. Se unë nuk jam vise mirë, se më gatun dhe babi ka ndruar jetë, por unë po mësoj nga juve, moj Albana edhe ti Niki sa ka jeni për gatime edhe kështu. Faleminderit. Ju qeshtë hana ju qeshtë. Na bëhet qefi të dëgjojmë këto fjalë, aq më tepër që sadopak të kemi ndihmuar për të gatuar, po më thuaj se cilën recetë gatuan më me qef ti? Cila është receta jote e preferuar? Sot kam bërë bamje. Bamje. Shumë bukur në tavë. Ato stinës. Po ato që gatuan në Albana, unë i gatuaj të nesme. Të dalin të gjitha të mirat shishme? Të shishme, moj t'i bëj dora Albano se mos dalin shishme. Jo, ne e dim, po si i bën dora jote është ideja. Po i bën Albana, i bëj dhe unë me gjitha ato që bën Albana. Super. Sot ke bërë tavë me banjë, e the, apo jo?
me dërnje, edhe një salat edhe... Perfekt. T'ju bëj mirë, të falenderojmë shumë që telefonove. Shëmbëjtë gatorit patit, o Zot, edhe duar që lumë. Falenderit, shumë falenderit. Miru pafshim. Pra, i pres të gjitha mesatarisht, në kubik, mesatarisht, jo të vegjël fare. Ja, kështu në copca dhe i bashkojmë duke i marinuar tani me vëmendje për t'i shtuar më pas edhe makaronat. Përshëndetje, kë kemi në linjë? Përshëndetje, më qupa. Përshëndetje! Të zë, njohim prej vitesh. Sa të mira jemi. Mirë se erdhe në Nanexhi. Si e ke nisur ditën sot? Ajo salata do t'a bëj sot për dreka. Shumë e mirë. Sa e thjesht që është. Shumë e mirë. Mos haro ti marinosh pak makaronat dhe ti pjekësh, sepse këtu është edhe e veçanta e recetës. Po patjetër. Se ne kemi sjellë dhe sallata të tjera me makarona, po këtë proces nuk e kanë kaluar, pra një marinim dhe i vendosim në furrë. U bëj shumë të mira. Po. Dhe ato që i bëj ratë parë. Po. Ato ishin të pa pjekje, ishin vetëm me zjerje. Sot do ta gatuash të receta, apo ke bërë ndonjë gjë të veçantë nga ato të tua? Se edhe ti nuk e keq me këto recetat. Unë jam e kështu, doja bëj se zbën ato të albanët. Se zbën? Bëra mashuka, me patate, si e bëri albana, me domate, me erza. Super, janë perimet të sezonit të stinës, kështu që shijojnë shumë tani, kanë sezonin e tyre. Të stinës, janë perimet të stinës. Po, e vërtet. Ka plot, shqyqyr, ka plot. Ju bëft mirë, falemderit shumë për telefonatën. Janë të sezonit, falemderit shumë. Edhe të urojmë ditë të mbarë. Falemderit edhe unë, falemderit. Të përshëndesim. Shofim tani dhe këtë moment, ja i përzim për bërësit, perimet që zgjodhëm, marinimin. Majonezën. Lëngun e limonit. Kosin. Përzjej mirë, se aty do të shtojmë edhe mjaltin. Mos ju vi fare çudi sepse i shkon. Nëse ju do keni pak në Arden, dhe në Arden mund t'i vendosni. Shtoj. Pudrën. Masën e kripës. Masën e vajt. Të gjitha dhe më duhet, normalisht edhe tava. Po, e sillim tavën tani, po, t'i lëmë që të ftohen pak fare. Jo, nuk duhen fare të ftohen. Jo, për sallatën e kisha merakun. Nuk duhen fare të ftohen, sepse duhet t'jenë të kërcasim pak në gojë. Ajo është i gjëja. Të marinuara me kri piper të kuq, piper të zi. Opa. Pasi janë zjerë, janë pjekur. Dhe më pas i bashkohen salatës të marinuar me përbërësit që i ndoqët. Është një salatë që ne nuk e kemi në tradit, por... Nuk e kemi me këtë saltë. Edhe salmoni nuk e kemi pasur në tradit, them drejtën. Edhe avokado nuk e kemi pasur në tradit, sepse nuk janë tona, por problemi është që... Opa... Pra duhet t'jenë kaq të nxehta. Pra salata krokante me makarona. Shpresoj që edhe zonja që telefonoi këtë marrë shënim për bërësit dhe... Jo, më duhet. Ja, do t'a këtej për kështu. Marim dhe pjesën tjetër të makaronave dhe i bashkojmë si shtam mirë për t'u marinuar dhe për të marrë shije
pra erëzat dhe përbërësit e salatës. E gjithë kjo mas, sepse ka ngjitur nga letra, prandaj dhe është vendos letrën që mos e ngjisi në tavë. Unë në përgjithësi jam njëri pak komplekse, në përgjithësi nuk kam kompleks, por zotëri më bëre të kem kompleks. Duhet ta provoj. Të filloj nepsi tani. Jo nepsi, jo. Pra duhesh edhe pak fare që të piqej, edhe pak, pra të bëhet pak kërc. Pra e të thahen edhe të përsasin. Më ndihmo me pak, më ndihmo. Që të thonë që e kam një të hajë. Se me ashtu jahide kështu. Bravo! Po më bën shumë si delikate me ato dorezën se s'qen ka dhe e që nxet. Me ndoba që ishte nxet. E do thotë që nxet dojgjën nga i natë. Ja, po. E përziej mirë, edhim dhe djathin dhe salata është gati. Është një vakt i plot për drekën tuaj. Shtojmë edhe djath të grirë, çfarë lloj djathi që në bazë të dëshirës, nuk e keni të bardhin, shtoni këtë, çfarë lloj djathi? Keni avokado në shtoni, nuk e keni, nuk e shtoni. Pastaj produktet e tjera, mos më thoni që nuk i keni. Ja. Super.